Përmbytje dhe stuhite e njëpasnjëshme godasin në Europën Perëndimore, 16 të vdekur në Portugali, një çift i moshuar i zhdukur. Stuhite e njëpasnjëshme që goditën bregdetet e Europës Perëndimore në ditët e fundit kanë shkaktuar shkatrime të mëdha dhe humbje jetësh njerëzore në Portugali. Numri i të vdekurve ka arritur në 16, ndërsa një çift i moshuar 68 dhe 65 vjeç rezulton i zhdukur që nga 10 shkurt në zonën e Montemor o Velho. Sipas postimeve të vajzës së tyre në rrjetet sociale, çifti po udhëtonte me një Citroen të gjelbër drejt Koimbrës për një takim të planifikuar, por nuk është kthyer më në banesën e tyre. Për 2 ditë nuk ka pasur asnjë komunikim me ta. Hetimet për zhdukjen vazhdojnë me ndihmën e helikopterëve, zjarfikësve dhe njësive ushtarake, duke përqendruar kërkimet edhe në zonën Vinha da Rajna në luginën Mondego, megjithse drejtori i mbrojtjes civile Mario Silvester deklaroi se nuk ka të dhëna konkrete për shkaqet e zhdukjes, stuhit dhe dëmet në Portugali. Portugalia kontinentale është goditur nga stuhit Ingrid, Josef, Kristin, Leonardo dhe Marta, ku Kristin konsiderohet me forta, me erëra mbi 200 km/h dhe rreshje të dendura shiu, që nga janari stuhit kanë shkaktuar shembje infrastrukturore, ndërprerje energjitike dhe komunikimesh si dhe mira të zhvendosur. Autostrada kryesore që lidh Lisbonën me Porton u ndërprer në zonën e Koimbrës për shkak të rrëshqitjes së dheut, ndërsa 68 bashki mbeten ende në gjendje katastrofe në zonat Alcácer do Sal, më të goditura, dëme në Spanjë, Francë e Itali. Stuhit kanë prekur edhe vende të tjera europiane. Në Spanjë, stuhia Josef shkaktoi një viktim dhe probleme të mëdha, veçanërisht në Madrid dhe Extremadura, me qindra pemë të rrëzuara dhe shkolla të mbyllura. Në Francë, stuhia Nils shkaktoi vdekjen e 2 personave, ndërsa autoritetet lëshuan paralajmërime për përmbytje, sidomos në Bretanjë dhe bregdetet perëndimore. Në Itali, cikloni Harry shkaktoi dëme të mëdha në Kalabri, Sicili dhe Sardini, ku u shpall gjendja e emergjencës pa raportime në viktima. Sipas ekspertëve, kjo valë e njëpasnjëshme stuhi shpjegohet nga mungesa e anticiklonit të Azoreve në vendin e zakonshëm që lejon sistemet e ulta atmosferike të lëvizin lirshëm drejt bregdetit perëndimor të Europës.